mbrëma të rishikues të dashur, po rikthehemi në studio për të diskutuar të mirat e estradës. Për të treguar çfarë fshihet pas teksteve të tyre. Për këtë javë do të flasim për Tajnën dhe këngën e saj Shqipe, ku flitet që po diskutohet kjo temë edhe në Kombët e Bashkuara. Një këngëtare e re, një këngëtare me vizion, një këngëtare me një të ardhme të ndritur. Kënga Shqipe, çfarë do të thotë? Pra, për këtë, si gjithmonë, kemi në studio ekspertët tanë, ku mysafir të dashur keni dhe tekstet e këngës të shtypur. Zotëri Azemi, si e komenton ju këtë këngë? Po, faleminderit. Unë Tajnën e kam bashkë qikë po mënej e kam këngëtaret preferume, jo për faktin që ajo po ndihmon të varfrit në Afrikë, por për faktin që kjo vajzë po del vajzë që ngremet katërtat. Dhe më thonë, mjep shumë energjit mirë, edhe mendoj që është vajzë që din edhe ka shpia me i bo punë shumë mirë, dhe më thonë, mendoj që ta nxen kosin edhe pa bo kështu. Mjep shumë energjit mirë, energjit pozitive. Mu më bën përshtypje shumë qyshnisht kënga. Bile kësha lutë regjin që ka mundësi më në elshu viq fillimin, a? A ka mundësi regjia? I'ma show these bitches how it's done. Dhe më thonë, e pat forma që shfaqet, qika që del për deres, dhe më thonë, dera është derë serioze, po shijet që është prodhim sloven. Dhe spoti është aq i thjeshtë. Në fakt shijet që nuk ka ndonjë investim serioz financiar, sepse është i thjeshtë, është i lehtë për ta kapërdi, siç patet mundësi dhe ta shihni, pra krejt ngjarja ndodh në një dhomë. Në një dhomë të thjeshtë hoteli, ku autori dëshiron që ta shfaq një vajzë e cila ka në vete një rebelizëm, pra e shpreh atë, ka një tendencë për dalë, do të thotë, nga muret, që në një farë forme, pra përdoret si metaforë për të thënë apo për të shpreh pakënaqësinë e saj rreth ambientit ku jeton, rreth themi mureve nacionale, pra dalja jashtë në këtë rast jashtë Kosovës, pra ka një thellësi. Po, pajtohem, edhe mendoj që ka mjaftu me u lancu veç intro, se do më thonë hala pa fillu konga, ka shumë gjane që i thot, që lëshën e po shkejt vëqë edhe njerë veç të shë. I'ma show these bitches how it's done. Më falni, veç a jeni të evrejt vnerin që e ka këngëtarja vnerin e mbrendshëm. Ty në start të regon që puna është dikon ma fell. Sidomos të pjesa kur bën, dhe më thonë, nuk është as koll, as shlajm. është diçka ma si për shembull është si me thonë, e kërkuj kje jetë. Ose, ta hongë dreq i lukthin. Ku m'ja vlos zemrat. Po, ose, ta hongë të bolla në bark. është diçka, dhe më thonë, kjo e ka një kuptim, nuk është as koll, as e kollitme, as goksim. është diçka shumë ma filozofike. Por se keni pritur në momentin kur këngëtarja thotë brrrra? E t'ju them të drejtën tash duke u bazu në tekst, për një me është e madhe, kur po thëtë brrrr, kur shkrep me uzi për shkak. Për mu kjo është një film i shkurt. Kisha pas qef me analizu, adin, ma gjën këtë farë pune, për shembull kur po thëtë këngëtarja aty, buti. A blen, ka thellësi, është e thellë kjo. Me që është antare akademisht, si kisha propozu me analizu, më në e dhone analizë ma të thukt nga ona juve. Ne në fakt e kemi bërë këtë analizë, pra kemi analizu këtë tekst, por edhe spotin, dhe propozimet kanë qenë konkrete, se cili antari akademisë veç e veç ka bërë propozimin dhe mi pajtu në fund që si tekst të futet edhe në literaturën shkollore, pra për fëmijët parashkollore, sepse si tekst jep hapësirë. Unë tash për marrë vesh këtë lajmë, edhe ju përgëzoj juve si Akademi e Shkencave, që keni marrë një iniciativë tillë, dhe më thonë ju përgëzoj juve, përgëzoj Tajnën, shtetën e Kuintit, edhe shtetet e bashkume, krejtve ju përgëzoj. Kthehemi pak tek teksti. Thot, buti, klop shtet për muri.
shfalerin e ki bal, pra nuk është rëndësishme në këtë rast që ke shfaler, e rëndësishme është që të mos jetë bal. Pra nëse kthejmë njërë tek teksti, thot shfalerin e ki bal edhe zdin me knuti, hot priti gal silikoni kupi, hajde paka hudi, brah. Mari lek mani si meduza, i msheli hun se vjen e ratuna, nuk afrohen tuten që dola, as fat beli hol Coca-Cola. Ke i nat fuck off, mos më shtin të bëj bluff. Tash ti keq ke met, o ka të dhem, po të ban në fakt, off. Mos më nga fuck off, nuk më dan, nuk të njaf, lali duket king, veç ata unë gjithesha, nuk e di, nëse juron vesh fjalia, hajde paka hudi, Po, i bjen sikur kur zatet sharën në gosht, apo kuptan? Bravo. Qatë kuptim, mëne? Po pra. Meri lekt man si meduza, i msheli hund se t'vjen era tuna. Kam përshtypjen një fjalë e tillë mund të mos jetë përdor as nga Agatha Christie. Dhe çka na mëson ky varg? Ky varg na mëson që këngëtarja nuk ka eksperiencë mirë. Ka mundësi që në fakt jam ka paragjykoj, nuk po duam me besu në këto që i kanë ndodhur. Për shembull mund të ketë goksuna e kush në fytyrë. Për shembull në fal goksit lehtë, edhe s'përjashtohet si mundësi mund të ketë tesh në kush në fytyrë. Ka mundësi njëre ka pas në edhëm të prisht edhe e ka tërbu pak, po megjithatë kjo është e tëra. Unë kam përshtypjen se është në këtë rast pak më thellë. Këngëtarja në fjalë këtë e përdor si dis. Domethënë ndaj dikujt, pra ndaj një personi me të cilin në këtë rast nuk kanë raportet e mira. Po tash në tekste të tilla njerë edhe mund me gabu sepse janë tekste të thella, po lëmna që të kem ty edhe që kem Akademinë e Shkencave, që nuk na lën me gabu kësi gjana. Faleminderit mik. Zotri Gashi, çfarë keni të përbashkët me Tajnën? Kjo pyetje ke për mua, po? Po. Po, unë të përbashkët me Tajnën muna me pas veç statimin pronë, kur gjë heq tjetër. Po, unë po që dina pak me këta kolegët e mi që a jeni të full për të njëjtin person, apo? Edhe nëse e bënet shumë spëdia s'ku gjeni vlo, tonë këto detaja që jeni të i diskutu. Aja qika ka vendos me dhez. Edhe shumë është let me dhez në Kosovë. Se cili mundet me dhez. Veç a din me knu, ose a din me bo një emision, e njës një emision qështu, ma pak se një vjetë ti ki me dhez. Po, une problemin nuk e kom këtu. Une kom problemin qysh na si shoqni nuk e nëzërën vlo as një band që shambull Sepultura, ose një këngëtar si Robbie Williams, pak të mbiles një band si ABBA me nëzirë. Apo kupton? Tu e kom problemin. Ky vend prodhon vish limonad, turbo folk, kur gjë heq tjetër. Spote që dalin tu i dridh budh, edhe kur gjë tjetër, që s'folin as një sen. Vesh analizoni, komplet estrada, fansat i kanë 13, 14, hajde 15 vjetë, as një ma shumë. Gjema një band mu, ose një këngëtar që i ka mesataren e fansave ti 40 vjeç. Që, pëkqyrun këtu, pa analizujme edhe tekstin. Po, ky fenomen ndodh edhe në shtetet e tjera, dhe më thonë, rinia është ajo që frekuenton këto koncerte. Veç pak, mos ma merë botën normale, mos ta marim shembull botën normale. Na mundu me marë shembull derin si bavc, eventualisht derin Slatin. Këtu përfundon. Po, nalim pak të tekstet e autorës. Nga e shka thët. Si jene në Shqipet, qyshe bojmë dijet. Shtrohet pyetja, qyshe bojmë në Shqipet? Po, shumë thjesht. Ne bojmë me surla, me topana, me kalasha në ndosma, me viktimat qastit atë, që këta e bojmë na. Na dim këta me ba. Edhe kom analizu shumë mire, pash spotin ma heret, kjo autorja, këngëtarja në fjallë, e kish një valzim të interesant, që ditë shumë. Tash s'po muj me thonë, por nuk e kësha pa. Në me thonë, tash s'po dhja, a e di me imitu që shtu diçka,
se nuk jam shumë kompetent edhe nuk e kom moshën. Po, më duk shumë interesant. Masoja vjen tjetra. Deri në Kolumbi, zoni jon nihet. As deri në vecet bërë amizit motër. Që diku nihet zoni jon. Vazhdoj mandej thot, bomb klart, yeah, I run this shit. Tin shpe and I'll fuck you bitch. Veç isha nol pak, ti motër, autore, këngtore në fjallë, mi hinë shpi ti kërkujt. Tjerë janë ata që hinë shpi dikujt. Ata zakonisht janë me do golfdysha. Ti mi hinë shpi kërkujt. Vazhdojnë tjetra, unë s'kom shoqë, kom motra s'nish. Po kujt be ke hana ki shoqë, a ki balë diska, me një fjallë s'di. Ka përshtypjen që po i hiperbolizoni gjanat. Jo, pi hiperbolizojnë ata, unë veç pi komentoj. Ja, unë po mendoj që jeni të këshyrë veç fasadën e tekstit, adin se këtu ka diçka hala ma thellë, apo kupton? Për shembull është që aty kur thot po, thot t'hin shpe. Kjo i bjen metaforikisht i bjen t'hin zemër. Dhe më të bëj për veti, që të kuptim me ko. Po mirë vepë se se ka shkru pra. Se nuk jem të jetu një ku me cenzurë. Po leni më në këto love më së një tokra. Se njerëzia, veç pak zëtni, se njerëzia përdorin fjallë ma poetike, do më thonë jenë ma qelën. Kështu, nga e sto, që thët, ju kalzoj fansave tu, this shit që shbohet. E si të mnin mu, as ty mo në këtë kënohet. Who is your mommy, ha? Dhe më thonë, pra, who is your mommy? Kush është nona jote? është nona Shqipni. Dhe më thonë, e ka fjallën për bashkimin kombëtar. Saksisht. Qashtë? Faleminderit. Ja, është që Po, po, në. a keni marrë në esen, a qa puna juve? Fa bashkimi shqiptarë më, fa bashkimi kombëtar, pa jeni në tokë bukës? Ja, se, mësë gotë. Unë menaj që, do të mi po adin gjanat prej një rafshi tjetër. Adin që ka thonë edhe Homeri shumë bukur e ka artikulu, thët, kujdes nga luftëtari ri. Pe këtejt është pak ma më popullor që sajtë mërë në qafë. Qika pak e ka marrë me shpejtësi punën që mund gjizë sa ma shpejt në stradë. Edhe u kapë. Dhe më thonë, do të me bëhë gjanat mira, që fancat mos më të haru, se fancat janë labil. E keni parasysh. Dhe qika përbes po të shokon me tekste filozofike. Tekste të mira. S'ki qka. Sa është e rëndësishme pjesëmarrja në estradë? Shumë. Ma ke bon një pyetje shumë mirë edhe me vend. Do me thonë, du të me konë prezent në estradë, thiren, ta paguin biletin, drejt në aeroplan, shkon, të shtin me një dhomë të ftaft, të vjen rene aty, me bom ju të gazës, thirë pak me dollë, pak që qek, pak rrititire, mi defry fancat, këthehesh, këti ki në regull, hazer me drita, me mikrofon, me gjana, shfash trupin të në skenë, qka du të me boti? Vish me livrit, ka pak me kaldu shqia aty. Ketë shkujnë playback, ketë në regull, hotelin të rezervojnë afer aeroportit. Në momentin që ti e kryen performancen, pap, në aeroport, në aeroplan, do më thonë, ti mënesh me gjithë kafen të shpija në gjysë që shekelon për vakt. A paguajnë taksa estrada jonë? Po, unë madje kam listën e gjithë atyre që janë taksa pagues të rregullt. Sa përqëm prej tyre paguajnë? Po, deri tash në listë i kam një trendi vetë, po edhe të tjerë shumë shpejt do t'i paguajnë obligimet e tyre. E rëndësishme është që e kanë vullnetin e mirë që ta bëjnë këtë. Po dhe njeti është më rëndësi. Kush? Njeti. Qëllimi. Po, qëllimi. Dakor. Po. Unë konsideraj që këngëtarë du të miliru për taksa, nuk ka nevoj me pagu taksa, do me thonë, sa kohë ju ka dash këse këngëtares me gjithë qatë thënjen për shemull, Minimum 2 vjetë. Masa ma shumë. Bile unë përmenej që është pak 2 vjetë. Ka mundësi dhejmë 5 vjetë me shku me gjithë një thënje t'ilë, për shemull, mja njësë me gjurmu, me hulumtu, me lezu libra filozofik, sepse është e thellë. A ju, Zotri Kashi, do një të inkuadroni? Po, para me në njerë jo kur bëhet kaps, pedini kaps, kur së mund është më shliru, dush me shku në banjë, edhe ta shkon banjë,
edhe ulesh në shole. Tash, momentin derisa shlirohesh, ti s'ki shka bën ato, kimi këshyr plakat, eventualisht kimi këshyr fugat e plakave. Qatë periudën, derisa shlirohesh, unë e kësha bo një tekstil, po mos bo një hajgare. Nuk janë këto tekstë, unë s'pëdi për shka e keni fjallin këtu. Jeni të full katë. Po si pas mendimit tuaj është e letë të shruar një hit? Një hit, pshurësha një hit, po Stevie Vendiri që është qarë ta bën një hit matë masë të të, ta shkru një tekst matë mirë, po mos bën e hajgare. Jemi të prodhu turbo folk, kjo muzik është fune kry turbo folk, pshurësha në të. Pra, për fond, si do ta cilësojmë këtë këngë? Briljante. Top këngë ka bo kjo motra. E ka bo një këngë petardë. Jo kësi petardë që kërse tuf, po kësi petardë që po kërse ta krrrr, që si këngë ka bo. Të të regashe? Falënderit shumë për ftesën. Atëherë faleminderit edhe juve që ishi pjesë e emisionit, shikues të nderuar, natën e mirë dhe deri në javën tjetër, mirëmbëjtje. Shote